Në një kohë kur zërat e botës po bëhen gjithnjë më të zhurmshëm, tingulli i lahutës dëgjohet rrallë. E thjesht në formë, por e thellë në shpirt, ajo ka shoqëruar breza të tërë në rrëfimin e historisë, trimërisë dhe dhimbjes. Tingulli i saj i ashpër dhe solemn nuk është thjesht muzikë, është zë i së kaluarës, jehon e identitetit shqiptar. Përmes lahutës, historia nuk është shkruar në libra, por është kënduar, është jetuar dhe është trashëguar brez pas brezi. Tani, sa i përket lavdës, se lavda është emri origjinal i saj. Lahuta është një emërtim që ka shumë vonë dhe unë edhe sot e pyes veten pse në një mënyrë, po themi malli gjerë fishta, ka bën emërtimin e saj lahuta malësi, sepse ky instrument në një mënyrë që po themi malësorët e kanë në zemër, është alfa dhe omega e malësisë, është emërtuar me një emër i cili realisht nuk i takon asaj. Tani, pse e them këtë? E them me plot bindje dhe në një mënyrë si studiosi i muzikës së folklorit. Nëse marrim emrin lahut, është instrumenti laut, i cili ka nga thojza Persia. Instrument që s'ka lidhje me malësinë. As 1%. Dhe është instrument kordofon, që luhet në një mënyrë si sharkia, gitara ose çiftelia, ose primi në një mënyrë. Tani, lavda është një instrument që malësorët kujtoj edhe gjyshin, pas drejt një mënyrë që e përmend emrin lavd, jo lahut. Dhe malësorët, në aspektin e lashtë, e kanë përdorur këtë emrin lavd. Pse? Pra, lavda është instrument lavd që është thurë, do të thotë këngë heroinëve. Pra, lavdi ndaj heroinëve. Dhe ky instrument ka mbet në malësi me këtë emërtim lavd, jo lahut. Pra, malësorët historikisht e kanë quajtur si lavd. Sa i përket aspektit gjenezës saj, në këtë troje nuk kemi asnjë të lanë vitin apo shekullin që në mënyrë lavda ka startuar të përdoret. Disa persona që nuk e njohin folklorin apo etnogjenezën thonë që ka nga mongol, që nuk është e vërtetë. Nëse shikojmë instrumentet e mongolëve, unë që i njoh, nuk kanë kurrë lidhet me lavdën. Sepse instrumentet e mongolëve kanë mënyrën e tyre të kënduarit dhe të interpretuarit, dhe nuk kanë kurrë as pamjet në aspektin e lavdës. Tani, serbët si komsi nga njëherë po themi si hibridën thojza, thonë që është instrumenti i tyre. Tani, po se marrin do të thotë lahutarin e tyre ose lavdaxhin më të vjetër tyre, del në një mënyrë se është do të thotë shqiptar, sepse është me kapuç në kokë dhe këndon këngë në një mënyrë nga eposi të përkthyera nga thojza serbo-bosnjakishtja. Do të thotë eposin këngët e vjetra të kreshnikëve të lashtë. Tani, lavda në këtë troje nuk kemi për fat keq asnjë tullan që është filluar po themi as në shekullin 10 apo 15. Realisht është bartë në aspektin e gjernesës brez pas brezit tek po themi iliro-arbënorët. Sa di vetë për përpunimin e lahuts është me mira drunja e pajs. Ajo drun në atë kohë e kanë zgjellë edhe ata mjeshtrat e lahuts për me ditë se cila tingëllon zonin më të mirë, dhe më thonë është drunja e pajs. Ka dhe tjera drun, po drunja e pajs është drunja më e mirë të cilën e përdorin ata. Për dekorimin, si me thonë, për zonën kryesore të lahuts, mas fërtit e kanë përpunua kryet e dhis. Po, ajo ka edhe simboli lahuts, atër lahuts të lasht, po tash me këto zona si të gjitha përmirësohen e dalën, e vem edhe Shqiponjën, e vem Skënderbej, e vem tjera zona, dhe më thonë zona popullit shqiptar të cilët na takojnë neve. Për të prodhuar zonë, për të lëshuar zonë, pra kjo lahut i ka 4 nota. Do të thot edhe e 5-ta është, por 4 gishta të cilët e lëvizin, e ndrojnë tingullin e lahuts, e i 5-ti është ai normal që del vetë pa 5 i zonit vetë pra. Për me prodhua këtë zonë është edhe lkura, e cila është e përpunuar me pra
dikur i kanë thënë edhe çapar, por lëkura mas tepër është përdor lëkur ellit apo shinxhit. Po tash ti kanë dalë këto mode, po flas për gjanat vjetra, ato të cilat i kemi dina dhe i kemi tradikuar na, edhe në atë lëkur i ka pas natë vrima. Po tash ti edhe për me përdor zonin me dal, do me thonë janë përdor edhe lesht, po edhe për ramje, pra është përdor veçanarisht, po tash nuk është keq me thonë pe i bishti skalit, lesht e bishti skalit, për me tingëllua dhe me anë të ramjes, kanë prodhua zonte dhe kanë dalë zoni, ashtu si ka konvenua, po ati që e ka përdor. Tashti lahuta ka këndua, apo ka lavdua, se na i kemë thënë për para lavd, ka bon lavdatat historike, ka bon ngjarjet historike, ka bon historiatin, kanë shkuar në luftë me ta, më thoj kanë paraprin historisë. Të tona zonat është ka shumë interesant, po besa kanë edhe vajtua mortore, se ka para stele në vetin tanë që ka pa dhe morte, edhe ato janë do gjona tjera, por ato do të rikthehem ma vonë ti përsëris ato do gjonat e këtyne që janë e lahutari si kur lahutar, a i ka mujt të akordoj në bas të zonit vetë, edhe në bas të këngës të cilën don ta interpretoj. Po tashti kjo lahuta ka mundësi se këtu kryesore janë ke qyteli, fyll dhe lahut. Këto të cilat kanë mujt të trija së bashkut me ba një valle apo një tingull, apo me u shpreh ashtu bashk, edhe melodit të cilan orkestrale kanë mujt edhe grupi folklorik, apo këngëtar së bashkut, apo valltar bashk, ashtu që të tona këto janë pra ato tri elementet kryesore, lahut, fyll, qyfteli, këtu në malësi të na që i kanë përdor, edhe kime kanë edhe e mirë që edhe ta përdorin e ta vazhdojnë. Lavda është instrument kordofon. Pra, këtë në një mënyrë, ata që se din, pa ata që e din. Pse është kordofon? Pra, aspekti i kordës parë është kjo këtu sipër që shihni, dhe kjo përdoret nga originalisht përdoret nga bishti i kalit, ose kali hamshor, si e quajnë për te kufini i Shqipërisë. Sa i përket fijeve, nuk mund të themi realisht se sa duhet kemi. Dëgjojmë biseda të ndryshme nga persona që në një mënyrë nuk kanë lidhje me folklorin muzikën, që duhet kemi 12, 15 apo 20, nuk kemi 100% shkencatarisht po flas numrin e tyre. Ndoshta ishte kënë mirë, mendimi im, nga 30 deri në 33 korda tjen, sepse realisht japin një tingull më të përafërt, po themi hundor, siç e ka lavda. Tani, kam dëgjuar edhe tjerë persona që thonë që duhet përdorim korda metalit. Jo. Kordat e metalit japin një do të thotë tingull shumë elektronik, që nuk i përkasin lavdës do të thotë origjinale. Në këtë rast, unë momentalisht jam duke përdorur fijet e tojës ose filispajs peshkut, sepse nuk kam pas mundësi të gjej bishtin e kalit hapshor, dhe momentalisht i përdori. Nuk janë origjinale. Unë kam pas para masë 10 vitesh, do të thotë, po themi, korda në thojza, ose qimen e kalit këtu, ato me kalimin e kohës prishën, dhe kena shumë mundësi me i gjetë, sepse duhet me gjetë kalin hapshor, dhe nga bishti i kalit t'i marrim dhe t'i vendosim në këtë rast. Sa i përket pjesës tjetër është, do të thotë, kë është kali, do thotë është kali i lahutës, ose i lavdës original në malësi, i cili vendoset tek pjesa e poshtme e pjesës në thojza barkut, që është, do të thotë, lëkura e qengjit ose ellit. Në Shqipëni quhet keci në një mënyrë, i cili përdoret, merret, thahet dhe do të thotë me anë të ujit dhe krypes vihet në këtë pozicion që është. Zgjatet dhe vendoset me anë disa do të thotë pjesëve të drunit, si thojza gozhda, të cilat na ndihmojnë për ta do të thotë kyçur këtë pjesën këtu dhe ta mbajmë 100% shumë të fortë në këtë rast, sepse mund ta ndëgjoni se tingëllon si një tupan ose një def. Pjesa e lavdës është e punuar nga një drum 100% në një. Çka do të thotë? Nuk e kena të ndarë. Pra nuk është të ndarë këtu, pra është një drum i cili është përdorur 100% një në një. Përdoret nga krekza, arra, mur ose mati, por kjo është nga qershia. Dhe kjo lavdë që unë e mbaj në dorë është mbi 4 gjenerata. Pra do të jetë mbi 100 sa vite e vjetër. Tani, kjo lavdë ose lahut
ka ardhur nga Dardania ose Kosova e sotshme, nga Gjakova. Dhurat nga aspekti stërgjyshit nga ana e babit, ose atë si quajun, tek gjyshim babi dhe unë sot jam qenerata e kartet nga ata që e kanë marrë dhurat e nuk e di sa kohë më parë ka kënë do thotë e gjallë. Unë e kam marrë dhe e kam përpunuar paksa, sepse ka kënë shumë e vjetër dhe është kënë e shkyrë kjo pjesa e çaprës, lëkurës, dhe e kam rindërtua, kam vu do thotë çaprën, dhe kjo pjesa këtu është pjesa e Chelsea-t, e cila shërben për të akorduar do të thotë lavdën. Varet nga diapazoni i këngëtarit, dikush këndon më lart, dikush këndon më poshtë, dhe me anë të këtij Chelsea-t ne vendosim shkallën që do të këndoj realisht këngëtari. Sa i përket do të thotë tingëllimi i lavdës. Tani, e thashëm më parë përsëris, nëse përdorim kordat me metal, kemi një tingull elektrik, jo original hundor të lavdës. Nëse përdorim pjesën e, siç është ky rasti i tojës ose filispajës, kemi një tingull në një mënyrë akustik me dëbut. Jo hundor, siç e ka pjesa e bishtit skalit, e cila lyhet me qesin. Pra, kjo është rëshina, quhet rëshina e lantës, qoftë e qershis, pjeshkës, e kështu me radhë, që e qet lanta ose druni dhe e marrim dhe e vendosim në këtë pjesë ku do të fërkojmë pjesën e lavdës për të tingëlluar realisht me anë të resit. Për resin do flas për 1 minutë më vonë, realisht po të kthejmë te kjo pjesë. Pra, rëshina duhet vendoset këtu disa herë. E dyta. Nëse vendosim edhe në këtë pjesë një spaku 3-4 herë, nuk bëjmë keq. Arsyeja. Gishtat dhe njeriu si krijes tek vrimat apo porët e lkurës prodhon në një mënyrë edhe shumë yndyrna. Dhe kur ne hapu ushqehemi, nëse nuk i lajmë duart, ato mbesin këtu. Nëse nuk i pastrojmë duart, i lajmë para do të thotë interpretimit në lavdë, do kemi shumë probleme te kjo pjesa. Pse? Kjo yndyrë do pes në gishta. Dhe kjo yndyrë do sjellet te kjo pjesa e do të thotë kordave. Dhe në këtë rast bën shumë problem tek pjesa e interpretimit tek lavda. Shumë problem. Tani, në shumë raste unë personalisht marr dhe luaj disa herë këtë pjesën e kordave për ti në thojza zhdukur ose mbytur ato thojza mikrobe të cilat mbesin nga dora. Do të thotë këshilli im është që mos ta luajmë lavdën, sidomos me pjesën e gishtrinëve, pa pastruar mirë gishtrin dhe zhdukur mikrobet që besin nga ushqimet e kështu me radhë. Pra, disa herë këtu dhe disa herë në këtë pjesën këtej. Do thotë, kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë është mos të harroj të ceki edhe original është pjesa e kokës së dhijës, brini i dhijë, pra dy brit me pjesën e dhijës. Kjo është pjesa më originale që e ka të bëjë me pjesën e lavdës. Ma vonë kanë arë, jo gjithë kastrioti, jo herojtë të ndryshëm, nuk kanë lidhe me originën ose me originalitetin e lavdës. As kur farë originalitet s'kanë. Pra, është vetëm pjesa me dy brirë të dhijës dhe pjesa do të thotë e rumullag me këtë pjesë me kordën dhe me këtë do të thotë kalin ose siç e quajmë në një mënyrë e cili mban kordat pjesa. Pjesa është, po themi, shkon tek 10 cm, 7-10 cm është trashësia e lavdës që do të jetë paksa elipsoide. Për të formuar tingullin, tashti ka raste që vendoset kryqi, tek ne shqiptarë që jemi besimit krishterë, ose mund të hapen disa vrima tek pjesa e lkurës. Varet si kush ka dëshirë. Në këtë rast, këtu është pjesa e do të thotë krynqit, tek pjesa e lavdës, për të në një mënyrë lanë pjesë tek ajri që hyn brenda kordave përmes lkurës që dalin jashtë. Pra, kena mundësin ose këtu, ose të hapim disa vrima tek pjesa e lkurës. Sa i përket resit, ky është resi i lkurës, resi i lavdës, i cili përdoret me simbolik gjarpin ose buçin, si themi në malsort. Unë kam qejf me quaj buç sepse simbolizon një mënyrë malsinë. Tani, kjo është pjesa e kres tek pjesa e bishtit, e do të thotë gjarpit ose buçit. Në këtë pjesë vendoset e njëjta gjë bishti i kalit, ose në këtë rast kur nuk kena mundësi marrim tojën ose filispajën, cilën e lyejmë disa herë me pjesën e qesit, disa herë për të tingëlluar realisht shkëlqyeshëm tek pjesa e lavdës. Se si vjen të tingëllimi, pra vjen duke realisht fërkuar
pjesën e resit me pjesën e lavdës. Në këtë rast, pra, lavdarxhia ose lahutari, siç e quajnë disa tjerë, bën fërkimin e saj dhe lëvizjen me gishtërinë përmes kordave të njërës të tjetrës. Këto kanë një tingëllim të pentakordit dorian dhe pentakordit të lashtë frizian. Pra jem të hyrë tek pjesa e studimit të këtyre instrumenteve që nuk janë thënë më parë, dhe këtu kemi edhe pozicionet e gishtërinëve. Tek violina, ose marrim kena 4 pozicionet fillestare. Këtu kena pozicionin fillestar, do thot me pjesën e sipër, pjesën e parë, pjesën e dytë, pjesën e tretë dhe pjesën e katërt. Për me dash me fol në një mënyrë më shumë për këtë çështje, duhet marrë një studim i cili duhet shpjeguar në gjën e parë popullit modet. Çka janë modet? Modet janë ato të cilat më vonë na vinë shkallët muzikore. Dhe mas shkallës muzikore kena dhe realisht pianon i cili na tregon se si duhet me luajt notat. Pra modet janë shumë të lashta. E janë edhe në aspektin e, megjithëse unë nuk jam një preferues i kësaj fjalës greqësia e lashtë, sepse unë nuk besoj në atë pjesë, sepse nuk kanë se vetëm grekët. Realisht në atë kohë as që kanë ekzistuar, janë helenët realisht, dhe popullsi në thojza vllazërore me ilirët, në thojza pellazgët, dhe nga ajo pjesa e antikitetit i kemi këto modet cilat sot në një mënyrë po themi përdorim. Tani, kena 2 raste të mbajtjes së lavdës. Është kjo pjesa këtu sipër, pra pozicionin kush është i majt, e mban lahutën me këtë ose lavdën me këtë pozicion, ndërsa në pjesën e djathtë vendosim, domethënë, një gishti i parë, që është ky, shkon tek pjesa poshtë, ndërsa 4 gishtërinë shkojnë sipër, për ta mbajtur që në një mënyrë të lëvizim në këtë pozicion tek lavdës. Pra, ky është pozicioni i parë i luajtur. Kena pozicionin e dytë, që disa thonë që është pozicioni i malazezëve. Nuk është e vërtetë. Sepse malazezët, nëse historikisht i shikojmë, janë vllaznia jona, realisht në aspektin e, po themi, armënisë ilirisë, në thojë. Ky është pozicioni i dytë, ku një lavdaxhi ose lahutar e vend pozicionin mes këmbëve, vendos lavdën. Ky është pozicioni që mbajnë 2 këmbë. Pozicioni i dorës së majtë shkon tek pjesa e gishtërinëve. Ky gishti i parë nuk shërben për të luajtur, vetëm për të mbajtur, do thotë lavdën që mos të rrëshqis. Pjesa e do thotë resit është në ky pozicion. Gishti i parë hyn këtu, 4 gishtërinë hyjnë sipër për ta mbajtur që mos të rrëshqis edhe njëjta gjë. Në këtë rast kena lëvizjen e lavdës dhe punimin me gishtërinë te kjo pjesë. Tani, sa i përket pozicionit të luajtjes, në shumë raste unë si muzikant ndëgjoj, po themi, stonatura. Çka është stonatura? Nga një herë ndëgjohet një luajtje lavdës që nuk është në temperim, pra nuk është në akordim. Pse? Kjo ndodh sepse nuk është studiuar sa duhet kjo pjesë e lavdës. Dhe kena gjithçfarë lloj, po themi, këngëtarësh ose lavdaxhis, lahutarësh që këndojnë në mënyrën e vet. Pra, një malësor sot, këtu në malësi do këndojnë në një mënyrë lavdën në mënyrën e vet. Shkojmë në pjesën e shqipnisë, do ta ndëgjojmë krejt një tjetër tingëllim. Shkojmë në pjesën e lirës, do ta ndëgjojmë një tjetër. Shkojmë në pjesën e pugs, prap do të kemi një tingëllim tjetër. Shkojmë në pjesën e rrugovës, që është vllaznia e Kelmendit, nga është edhe origjina ime, do të ndëgjojmë prap një tingëllim tjetër të lavdës. Pra, kjo është pjesë e modeve, dhe e cila është bardh jo në mënyrë të shkolluar, siç është violina, viola, kështu me radhë, dhe ka mbet gjenerat një pas një dhe është përcjell kjo ose ky interpretim në këtë mënyrë. Tashti dikush thotë se është gabim, nuk mund të themi se është gabim. Pse? Sepse ashtu është pjesë e atij popullit, asaj zonë që ka luajtur këtë instrument në mënyrën e vet. Pra, interpretimi është, nuk mund të themi se është interpretimi i njëjtë për gjithë. S'mund të themi, sepse një mod ka përdor, po themi, një zonë ose një teknik të sjelljes atij modit ka përcjellë zonën e malësisë, një tjetër ka përcjellë ndoshta zona e, po themi, lirës, apo në një mënyrë mirdis, apo pugs e kështu me radhë. Pra, nuk kemi një standarde të luajtur në këtë instrument. Me lahutën urrita aty në katunin të Kshevës, urrita me lahutën si mishi me ashtin për arsye se ajo ishte në shtëpi tonë. Pjesa në atë kohë, gati çdo shtëpi në malësit madhe ka pas lahutën në shtëpi. Aty im ka një shtëpi e madhe leshin edhe tenjt mazarkët, për me pas vend me nejt tenjtarët. Aty si dhe i lahuta, në shtëpi e kem pa lahutën, se mi ka ra dhe baba. Atër na qyshin vozli,
e kam vazhdua lahutën. Nuk e kam lëshua për e doret, pa kohë ja kam përda me ta, po e ka madhe koha se isha qiraxhije, nuk isha shtëpinë teme, fëmijën të i rriten në shkollë, atër, se më duke i sa s'ka edhe hije aty, ashtu, por, kur hime në shtëpije, u formua shoqatër, kjo e gruda e fi formoi shoqat, ata e dishin se unë jam marrë me lahutën, merën dhe dera, thot, me arë, thot, në shoqat, do me shkua, me e ble lahutën, për shoqat, me e pas, edhe unë nuk vonova, ne kanë ble robë, ne kanë ble lahutën, po nuk pat greta e shoqat, u shkatrua me i herë, e bukura ka e shoqat. Ka pa 3 plot, a kanë 50 kusur vetë, janë kanë në shoqat. Po, nuk pat greta jo. Mëse një së nda me lahutën, pëse u shkatrua shoqata, por pëse ja kanë shoqat, u marrë pjesë edhe në vene tjera, ka marrë gjënësisht edhe në shumë vend, edhe në Përmalzi, me kanë Shqip kam shkua në Përmalzi, e në rrugë kombëtare, kam paftesa shumë në festivalet tynet, atër na jam antarësua dhe në këtë shoqatën e Edirosh në koha, që ish atër jam me ta, më kanë kujdesua, këndo kem ba shumë punë me ta, në shumë vese kem paftesa, ata si kur kush. Atër edhe nuk isha bo mirë ka shnedi, aso e mersha edhe gruan me vetin, mos harë do i la, që doja aso e, atër ata e dishin se kjo kalu edhe malësor, dhe kjo fillo me luajt edhe malësor, që barabar kohën e kaloshim atër në përvene, Shqipni, Kosovë, Rozhaj, Cetin, Bilatje, në Cetin, kur më thoshin, më marrë edhe gruan, po ajo në rritë thot festivalin, se në shkoshim në robë kombëtare. Lahuta e ka një veçantë. Pra, i tel ka, por me ëndë lahutës, janë ba shumë gjana. Me ëndë lahutës janë vazhdua dhe luftnat. Malësori, një dorë pushkën, një dorë lahutën, sepse janë nga kushtrimet me lahut, ruhet fort edhe në Itali, lahuta ruhet edhe në kishë, ruhet edhe në gazermat ushtarake, në kishë të koni, ku ta lahuta e vjetër, e ruhetën i këmrasë a i lahut, e di mirë se janë nga kushtrimet, lahuta sa ka kënua, aqe ka dhe vajtua, ka vajtua, vajtimi i maleve të ruhet në Itali, në Vatikan, për arsye se ka rinjallë, ata të bramit i ka rinjallë me tingujt, me lahutari e kem veçanta, i kur ka në jenë kryet sofer, sa i ka në jetë si një oficer. Tonë janë qërë në kom, kur ka hinjaj aty. Dhe të veçante ka pa metin edhe në sofer me në jetë, lahutari. Sepse, po tash, Turgut Pasha, kur i ka ra malësis, aj nuk e dinde ata, po se qka ajo punë, po bisedon me kaj mekonin, me ata oficerët e tyne, qka ka po na i din ata sekretet e luftës malësort. Kur e hetuan se fajtore lahuta, se aj me lahut, po ja o gjallë të petunit, organizën e shkojnë e ja o prish qaprat në përshpia një malësorëve, të lkurën qaprat, që i mos mujnë me i ra. Unë ruajt në përmalësi, unë pasha zëtë një aty janë rritë, të shpija im ke, tonë jau ke pa 7 shpija di që në përgordën, se anë vjerë, atër janë këtë zharmit e s'ka pa shporete, s'ka pa gjanë, pa të më zharmi, o da me ten e tërë të kjo, për te provova parë, pa da ma zbut, o da me ten e egrë. Vajtua njerëzit, pra ta i thonë edhe vajtimi i male, sa ta burrat që i kanë metën luftna, që i kanë vajtua, më kanë thonë që kur ka vdek, aj lahuta, i zote i shpis, aj lahutar, kjo janë virë, në murë janë virë me këta, pe i muri që të ditë se është njazë, ajo shpi. Pata i rasti herë, kem pa i pushin në Sforaq.
e shoqja e Lusnik Gjetos hala në gjallë në Amerikë, po është gati 100 vjeç. Atër, kemë mendoshim se kushin atë janë motrat e si atër, ka koha jem ke ma tafre, ma dashnë, i vogël isha, po atje edhe ertë i lahutar, do të gjona i kanë thënë, ka vdek, hinim rënë, veti dyti ertë, lahuta i të verun atje në tra, në gosht, në baski, hele e mor lahutën, e poj fillo me i këtënu aty. E në ato dit i kidek nana Lusnik Gjetos. Mare lekja i kanë aso ajrua kite dek, edhe aj po i bje lahuz, por erth i biri luce, fut më renë. Me jelë një më thot, mu më ka dek nana, thot, u e gjeta gati, thot lahutën, se lahuta, atëre qysh, atëre dion ta me kene virun kështu pe i murit kjo, që i me di se on jaz aty. Që ashtu pra janë për cilë gjonat në ato kohëna. Disa lahutarë, ndinosh që janë kënë para se me egzistua shoqata kohar, që janë bashkangjita të ma vonë, e kem pas Jusuf Zeka Dukaj, prej Dukvet, Sadik Omeri Nikaj pej Harxhajvet, Adem Omeri Gjokaj pej Gjokajvet të dinosh, edhe Halil Rusta pej Kajoshajvet të Mileshit, por dhe e tanë ndinosh janë kënë. Këta lahutarë janë kënë për para që i maj med vetë, edhe ka paras titije si fmi, si i ri, që të knojnë me lahute, me kanë, por atër besa prap, pak më ka lëmpe dhe mua që kur këta, si kur dhe në ditat sodit, nuk ka marrë as i pasarë si këtyne që i numrova, të vazhdoj traditën e lahus, e lahuta nështë edhe sot i kanë prindve s'tyne virun në përmur, e janë dryshka, po janë prisha, si ta them, e nuk është e mirë, por çka ti bash, koha e ka plonë vetëm, e atërna po i flasë edhe do lahutar të cilët shoqata kulturë artistike koha ka mirënjohje ndaj tyne që nga themelimi e deri sot. Pra, qysh në vitin 1977 e deri me sot. Maj pari ishte Marash Deda Lulgjuraj, atër Hil Pjetri Lulgjuraj, Nosh Toma Kalaj, Dot Zefi Lulgjuraj, po tashti e keme dhe plakun e Malsis, Zhok Preka Kalaj, i cili është aktiv edhe ditëve të sotme me shoqatën tonë të cilin e falenderoj përzemërsisht për kontributin e tij që na ka dhënë në këtë shoqatë edhe me gjithë mundësitë e tij që ka, nuk na ndahet nga asnjë festival që e kemi, pra aq aktiv është edhe ai e ka zemrën e shqiptarit ashtu siç e don se e don me shpirt lahutën, traditën, komin e të gjitha. Këtu ka dhe kantka, si më thonë, që i kanë këtu, ale këta tjertë, po këtu e kem pa dhe i farë Pjetër Mark Mirditet, flasë para 50-60 vjetëve, a i ka këtu në malsin tonë kësajt, kantka edhe patriotike, edhe historike, po edhe të vajtimit. Pra, për mas parit, a i që je di unë, që i ka këtu dy kantka në dinosh, që janë këtë dy tragjetit, randa, në ta shtom këtu në dinosh një dry shpia me ferra, si me i përdor, kur nuk ka me të mashkull në të shpi. Aka i rasti i Recep Ramicit Nikaj, pej Roganthit, të cilin e ka pavra moti rfeja në bjesh këtyru i delet, po dhe tjetrin rast e kem pat Halil Hajdarit Beqaj, të cilin ushtria so kohë shqiptare
nuk pa digju ato gjanat e tyne ti nali ti respektoj, por dhe më thënë pa në vratë të mjerin e laton, pa faj sa i përbakti nuk ka pa faj mënyrë politike e gjanë, dhe më thonë këto dy shtëpia kanë met pa djem haterna kjo lavd edhe ka vajtua pra, po edhe ka lavdua. Lavdatat e kontkave që janë kënë, që më kanë pëlqyer mua, janë kënë kontka e Mujit, e Halilit, Gjergje Lezalis, Beselle Trimnis Prekcalit, po tash sa nevoja tona me i numrua se sa ka heroje tire, njoftun, por vetëm ka që nuk ka vijej tash, si me thonë, tona është gjatë historiatin e këtyne me i numrua, po unë e di se shoqata e dinosh tash 50 vjetë, prap është mirë njohë se për të gjithë këta që kanë lanë kontributin e tynet në këtë shoqatë. Mas së tepërmit është Gjok Kalaj, i cili ka ardhë me ne, i diven se pak kam ndoshta në Kosovë, e Shqipëri, e Macedoni, se ma këtun për Maltëzias mos të flasë, se çdo herë kanë gati tina. Pa marrë parasysh ato burimore, ato patriotike, ato të legjis, e tona ja kanë vlerësua se lahuta është vlerësua si një instrument burimor i cili ekziston, pra mua ma merr mendja qysh se ekziston njerëzimi apo edhe me xhubletën 1000 vjeçare. Këtu tash janë munduar njerëzit në aneksojnë edhe lahutën, se unë i pajmet, si që na kanë tregua disa nga fisi joni Gjoka i vetë, që kanë shkua edhe në rrethinat e Nekshishit, po edhe në rrethinat e Novi Sadit. Po atë pejtyne ka pa njerëz të cilëve kanë ra lahutave. Po kanë ikë në gjanët e hakmarrjeve si a kemë atërne, kanë shkua atje, atër ato janë shumë vite, e ata atërna i kanë marrë edhe këto lahut tona, e pak ka pak i asimiluane, i kanë shpërgule, i kanë ndrua emnat e mbi emnat e venset e ashtu pra që ajo ka hub zanafillën e shqiptarve, sa i s'ka guxoj mu parasit se është shqiptar pe i këtejna, e ashtu besa ata pan shpejtua pak me ne kalua me lahut, por barabar smujtën me ja marrë vlerën se lahuta e ka vlerën e vetë. Unë këtë instrument, do thot lavdën, pikrisht këtë, në vitin 2004, në qëse nuk gaboj, e kam pa për herë të parë që e kena pas në shtëpinë e vjetër. Dhe ka kënë arauhar si është quajt dikur, e kam marrë dhe ka kënë kresisht i prishur. Lëkura ka kënë e prishur, çdo gjë ka kënë e prishur në to. Kam marrë dhe e kam riparua, kam restaurua, dhe e kam sjellë në këtë mënyrë se që është sot, që është në mënyrë absolutisht e shkëlqyeshme. Lavdën për herë të parë e kam luajtur në vitin 2004-2005. Janë fillimet e mia, kam mësuar vetën, nuk më kam mësuar askush. Dhe lavdën e kam një instrument që e dua shumë me zemër. Në gjithë albumet që kam punuar, 10 albumet që i kam dhënë sot, ky instrument është prezent. Spakut në një pjesë të kompozuar nga unë. Dhe në festivalet botnore që kam marrë pjesë me ensemble, që është edhe në intervistat e televizionit po me vite, vitin 2016, 2018, 2022 kam luajtur në këtë instrument dhe kam kënduar, sidomos në 2022 kam kënduar këngën e Norës Kërmendit me po të njëjtin instrument. Është një instrument që do thotë më ka mbushur me ndjenja kombëtare dhe e kam mësuar me zemër e shpirt. Tani, unë nuk mund të luaj momentalisht pjesë nga muzika klasike në të, se është e pamundur, do të studiohet realisht thellë për të bërë këtë gjë. Mund të këndoj këngë krishniksh për Dexholurin, Ces Kastriotin, Norën e Kelmendit dhe çdo mëra, siç kemi kënduar me vite shekuj në këtë vend, dhe e them me mburje që jam shqiptari vetëm në qofse jem 7 milion apo 10 milion në botë, nuk e di, që ka luajtur këtë instrument dhe ka kënduar në festivalet botnore. Pra në vitin 2016, 2018, 2022, së bashku me ansambli Shqiponia, unë kam interpretuar dhe kam kënduar me instrumentin e lavdës në festivalet ballkanike, evropiane dhe botërore. Dhe kjo është akt, po themi, historik. Rëndësia e lahutës kalon kufijt e një instrumenti muzikor. Ajo përfaqëson një traditë të tërë shpirtërore dhe kulturore, të lidhur ngushtë me epikën legjendare shqiptare. Pikërisht për këtë vlerë të jashtëzakonshme, lahuta u njoh nga UNESCO si pjesë e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit.
Ky vlerësim ndërkombëtar shërbeu si një dëshmi se lahuta nuk është vetëm një pasuri kombëtare, por edhe një thesar i kulturës botërore. Hyrja në UNESCO nuk ishte thjesht një nderim, por edhe një thirrje për mbrojtje, ruajtje dhe ringjallje të kësaj tradite të lashtë, e cila për dekada kishte rrezikuar të zbehej në heshtje. Për UNESCO kjo ai punë e madhe, kemë shni dubletën, por dhe lahuta ka balancim, rëndësit madhe ka që i shku në UNESCO të di sa është kanë jona, me 28 në kanë thire kemë festua në Brizjet Hotit, aty mua kanë frati atë Gjergjfishta, aty e kemë festua me 28, në kanë mledho lohutarvet, jena knaqë aty në Brizjet Hotit, ku kanë kisha e vjetër. Ky instrument, para sa kosh, kena ndëgju se ka, po themi, hynë UNESCO. Instrumenti lavdës, realisht tek shqiptarët, si që thaqë edhe ma parë, është pjesë e origjinës saj. Pse? Pjesa e parë si përmes e lavdës, kemi nga antikiteti, deri tek Xherxes Kastrioti te përkrenarja vetë. Pra, kjo është alfa dhe omega, që tregon vetë realisht do të thotë simbolizmin e saj. Pjesa e sipër me saj është pjesë e cila realisht e thaç edhe më parë, ka një formë si gjysmë rrumullak, me pjesën e çaprës, me kalin e kështu me radhë, dhe vim te ky. Kjo është një simbol i cili në një mënyrë nuk po them i rrëzon të gjithë, por u jep fakt dhe argument që u takon armënoro i lirëve. Pse? Gjarpri është simbol i lirë. Dhe këtë gjithë e dim. Dhe kjo është pozicioni që vendoset nga një lahutar ose lavdari tek lahuta në pozicionin tek një oxhak. Sepse në malësi, lavda është vendos tek oxhaku. Dhe në këtë pozicion ka nej në gjendjen e pushuar. Në këtë rast, kali hiqet, largohet dhe vend në këtë pozicion. Pse? Për mos të bën presion tek pjesa e lkurës që të hyjë për brenda kësaj ose mos e dash zoti ta shpoj. Pra, ky gjithmonë vendoset në këtë pozicion për të ngritur kordat dhe për të luajtur këtë. Pjesa e UNESCO-s, tani, në këtë pjesë do të mund të flasim për punimin e lavdës, pra me gjitha punimet që i ka, simbolike, interpretimin e saj dhe në një mënyrë këngë. Tani, kjo pjesa, po themi, e pranimit të disa këngëve nga shteti tjetër që e përmenda parë, kjo është paksa në një mënyrë politike. Pjesa e lavdës se si ka hyrë në UNESCO është në aspektin e punimit saj, mjeshtrave, që e kanë sjellë këtë lavdë në mënyrën e vet, dhe interpretimit këngë nga eposi i kreshnikëve. Eposin e kreshnikëve kemi me mira strofa. Prap është duke u studiuar këtë çështje, sepse nuk është hellë dritë e zgjidha që është punuar në eposin e kreshnikëve, dhe kjo e bën karakteristik këtë instrument nga muji Halili, cila për fat keq emrat janë ndryshuar, se nuk janë emrat e origjinal të mujit Halilit për fat keq. Edhe ato do dalin dritë, shpresojnë të ardhmen shumë të shpejt, që janë ndryshuar me ardhen e, po themi, turqëve në këtë vend, e kështu me radhë. Dhe në këtë rast edhe Bosnja i përdor mujo i Haso që i kanë në folklorin e tyre, që janë pjesë e folklorit son. Dhe kjo është pjesë, po themi, e krenarisë kombëtare shqiptare që ky instrument është futur tek rujtja e trashëgimisë në UNESCO. Shpresoj që në bazë të instrumentit do të gjendet edhe plisi ose kapuçi i bardhë, që do të jetë edhe pjesë e UNESCO-s, besoj në vitet në vijim. Me kalimin e viteve, lahuta nisi të largohej ngadalë nga jeta e përditshme. Brezat e rinj u rritën me stinguj të rinj, ritmesh moderne të një bote gjithnjë e më të shpejt, ku tradita shpesh u perceptua si diçka e largët. Jo nga refuzimi, por nga mosnjohja, lahuta u la në hije, e pa dëgjuar dhe e pa kuptuar. Ky mosinteresim nuk rrezikon vetëm humbjen e një instrumenti muzikor, por rrezikon të shkëpus një hallk të rëndësishme të identitetit kulturor. Lahuta kërkon vëmendje, jo si relike muzeu, por si një zë i gjallë i cili ka shumë për të treguar. Jam munua shumë me ringjall, jam munua ka pak se më vjen dorë edhe me jo nërës njerëzit me jo punua ka pak me jo vunë për finjë dhe me asoe
Kanë shua edhe në Amerikë, ka njerëz që i kanë shua në Amerikë, i kanë aty, ai bela nuk i bjen, por e mira edhe me e pa barabar, me e pa thënë se dikur bela të veç ka është ajo, fëmija o dikush, dhe me ditë me i kallëzua se në lahuta e malësisë, sikur që ka shkrua fishta, lahuta është jona, lahuta e malësisë, këtë lahuta e ka përdorë zona jonë, zona e veriut, ka edhe tjera lahuta, edhe tjetër kush ka lahuta, por lahuta është e malësisë. Fishta e ka shkruar në histori, atje është në librin e tynet. Bila ditë që i keqën në brizje, e knopa i kanë bashkë që aty e ka thurë fishta në atë kish aty, në atë fesë që keme. Tani, sa i përket mësimit të këtij instrumenti, unë kam pas tash po themi spaku të 4 vite vetëm një nxancë në këtë instrument, për fat keq. Dhe besoj dhe shpresoj që muajt apo vitet në vazhdim do të kemi më shumë nxënësa që të mësojnë këtë instrument. Pse? Mund të shikoni në shtetin komshit, thojse në Serbi, është hap një kurs që po mësojnë shumë të ri për këtë instrument. Një instrument që nuk i takon atij popullit. Nuk i takon në mënyrë absolute, as 1%. Dhe ati po mësojnë këtë instrument. Dhe me një thojë fanatizmit. Dhe ne që kemi, e kemi në hares krejtësisht. Tani, unë si gjithë do vdes një ditë, po kuj do i mbes këtë instrument? Do të bes në muze, çka i duhet në muze njeriut? Okej, le të jetë si pamje, është e bukur, lavda, resi çesi kështu me radhë, por mendoj që duhet me çmos që gjeneratat e reja të fillojnë në mësimin e këtij instrumentit. Pra, fillojmë me teknikat e para, akordimin e saj dhe këndimin e këngëve për kreshnik. Qoftë për çënsika, si e thash më parë, Zez Kastriotin, do të thotë Dexhë Luli, Nore Kelman e kështu me radhë, cilat në një mënyrë në këtë popull do të sjellin një ngritje ose një ringjallje kombëtare për vlerën e këtij instrumenti. Pse? Sepse ky instrument, nëse ne nuk e mësojmë me lujt, pa nëse në mënyrë amatore, sepse ky është instrument amator, nuk është instrument klasik. Pra, spaku t'i ndihmë disa teknika fillestare dhe disa këngë 2, 3, 4, 5 shënsika që në një mënyrë rinia ta mësoj këtë instrument. Dhe ky instrument, brez pas brezit, të mësohet, do të thotë nga, po themi, gjyshi, të atë, do të thotë djali, nipi, stërnipi e kështu me radhë, sepse në vetëm në këtë rast mund të arrojmë këtë instrument. Ndryshe jo. Në shkollën e muzikës, realisht që është profesional entus, ky instrument nuk mësohet. Unë ja kam quar një ditë, po kam prezantuar, kanë luaj fëmijët në të, janë kënaqur, por kjo nuk do të thotë, si më thënë, nuk na jep një pozitivitet që këta të ri t'i rikthehen këtij instrumenti që ta mësojnë. Nuk është instrument i lehtë. Është instrument pak sa më i vështirë se çiftelia, edhe me zemër, edhe se fylli. Pse? Sepse fylli dhe çiftelia kanë vrimat dhe vendet që me vendos gishtrinjt. Ky jo. Është një instrument që mësohet paksa me veshin dhe me pozicionit e gishtrinjve që teknikën që ka vetë instrumenti. Shoqatat, çdo shoqat, pa marrë parasysh, kur flas më të fortën për kohën që jam tash 50 vjetën ta, kishte me kënë e mirë, mu e di se kem pa bën përpjekje edhe i farë gjokalaj, ati duhet me i dhonë një shpërblim, tanë malësia, e jo vetëm shoqata jonë. Na ka pa thonë, bashkoni, djemt, apo vajzat, apo kush ti jenë t'interesuar. Vetë sa të kesh net e mundësi, duat ja umësoj që të mbesën, edhe plus, thot, ka një lahut, mrena mundësive, do t'ja u shpërblej atyne që të mësojnë, ashtu e ka vullnetin e mirësi. Po të ashti, komuna jonë, që se e kem fitua komunën, se mos të flitet për ma para, se sa na kanë ra mrapa, sa na kanë daje, sa na kanë respektua, sa na kanë, se na shumë mirë dhe kem kaluaj pjesë pe i tyne që edhe nuk kem shkuar, nuk na kanë burgos, se pe i viteve 80 deri gati në 2000, as nuk kem gëzuaj të gjitha kangat me i knua. Tash këtu ka shumë muhabete se për para, dhe më tha, oke knajsi, kur i ke pa, plot skenën me instrumentalist, qyëll, qyteli, tupan, zymare, nëna se harroj e lu, tash konis me harroj ka disa gjana, dhe më tha, oke, skena plot me treja që kanë ra instrumenteve, kanë punua. E tash, kjo që më lep mua, ka dalë
ky profesionalizmi që po i thone kjo elektronika tash, do me thonë me një instrument muzikor, të gjitha po i zavenson ato, e po i bën ato, si që po shihen tash, po mua nuk më duket ajo se ka efektin e vetë, se me to nuk ruhet tradita, nuk ruhet vendi, nuk ruhen gjanat burimore të cilat i ka pa ky vend. Tash, ka dhe tjera gjana nështë të harron njeri se sa mund të flitet e gjana, por unë kish me apelua që komuna, nëse i dan do të holla për kulturë, të drejtohet çdo shoqatës mrena mundësive, kurse hala kemi këca si që njeha këtu që kanë, do me thënë këta që kanë ndrua jetë pej dinoshet pa që ndrita atje ku janë, edhe marash dede alaj, po këta tjertë janë, po veçanti e kem vullnetarin gjokën të cilën e prap pe falenderoj, hala sa tjetaj, a i ka mundësi, jo në shoqatën koha, por më mërmendja në çdo shoqatë, tu ndihmoj me vullnetin e tina që të ruajnë se aje donë me gjithë zemër e shpirt lahutën. Unë qysh edhe si ri i maj met edhe kom dëgjua edhe për do lahutarë dhe kem pa komunikim me ta. Me i farë Jonus Delaj, Preta Shnilet edhe Gjon Kosterin. Por flas tashti për Jonus Delaj. Në vitin 1977, kur ka ardhur atëherë si grup folklorik, me të atëhershmen o i shajri, edhe çfaqja nepej në sallën e Tuzit aty e vjetra që është tash kinosalla, si ta shprehi nuk e di si e ka pabash emnin, por ashtu, edhe kur e ka knua kongën e tij, pa ja ka i ri atëherë, edhe i ka knua kongën, edhe këta lahutar tanë që e kanë tje, një prej tyne edhe Sadik Omeri Nikaj, se ka pa në qef e laj, kanë dal e kanë zije alti, kem thëna atëherë në jashtë, që jo kemë pa mujtun për ata tejna, edhe aj ka me të habitun se qka nolli, qka u ban, e ja kanë për cilë, jo, ka thënë, po kjo meriton kanë nga jote, edhe zani ytë, tonë këtë lavdat në malsi, këtu nuk i kemë dalë kush i ka me leje, edhe pa leje kanë fitua, por dhe më thonë, ashtë merit ka pa kanë nga ti në të kohna, po besa gjithë kollën për shpia ku janë martu atër, se nuk ka pa si tash. Pra dhe më thonë, mua më ka me qysh atër si i ri, që edhe lahuta është një knaqësi shpirtënore për ata që e duan, se edhe ajo mujt të gjitha edhe të lavdoj, edhe të nëtnoj, edhe të rrisë, po edhe të vallëzoj me ta. Dhe më thonë, këto janë ato gjana që kisha me i ka dhe tjera, por ka dhe në harres, dhe më thonë, por këto janë ato të cilat kisha me i përmbyll me to, edhe kisha me i porosit të rritë, që pa marrë parasysh, si lahut, por gjitha instrumentet tona burimore që i kanë, apeloj aman, përdornje e jo vetëm të tjenë virun mur, po dhe ka i gjysë oret në javë t'ja kushtoshin, jo ma shumë, i gjysë oret në javë, dhe më tha, për javë dit i ore gjysë ose 2 maksimum, ti marrë e përfitoj kënaqësinë aty nëse, por të kuptohet se dikuj edhe i le, dikuj edhe si le, por ati që i ka le grim për punë vesh muzikës që i kanë, dhe ti vazhdojnë e mos t'i harrojmë se po si ruajtëm na, a i ka me i ruajnë UNESCO në shkru me atje, por këto ruhen këtu pra në vetin tonë, pe i ka kanë dalë, e pe i ku jem, e ta dinë se të ku jem, se di se edhe në për Amerikë kanë marë mjaftë, si që të li, si Gjublet, si Lahut, si të tona, por pa ka shumë, ata s'mujnë me ruaj si na këtu, se na kem kohë, na i kem qendrën e kulturës, na i kem shoqatat, na i kem të tona, na jem krejt malësia, jem lidhun një, pa marë parasysh, tona afer, tona mujnë me komunikua me njëni tjetëri, me dimon njëni tjetëri, që mos të harrojmë pra traditat e vendit tonë edhe gjanat burimore që i kem pa na kësajt. Lahuta nuk është thjesht një relike e së kaluarës. Ajo është një urë mes brezave, një dëshmi e gjallë e qëndresës kulturore shqiptare. Sa herë që tingulli i saj kumbon, na kujton se kush kemi qenë dhe kush jemi. Ruajtja e lahutës nuk është vetëm detyrë e artistëve apo institucioneve, por përgjegjësi e përbashkët për të mbrojtur rrënjët tona. Në duart e brezit të ri, lahuta mund të marrë frymë sërish, duke treguar histori të vjetra me zë të ri. Dhe për aq kohë, sa do të ketë dikë që e dëgjon dhe dikë që e këndon, lahuta do të vazhdojë të jetojë.
Shqiptare me markë mole të mu e shatore, o e zonin e forte, poske ruajte, o shyt frezet o bashomujt. Ka përcen shekujto me rollen moleto në gjollë se gjollë, bon moleto në gjollë se gjollë. Shkoton se je harume, ku shkoton se je vetmue, o kur nuk plokesh e kur nuk folesh, o toj lahut je hon pej molesh. Shkon të i ka për cyve, roja shqype të rinë mi kryve. O lahut je hone pej molit kjo gjithmono, o more djolo pas djolo,